duhet të ketë kujdes, sepse në momentin që e ka ndihmuar Edi Ramën që të eliminojë njërin palë, me finokëri politike ai do t'i kthehet kundër. Dhe Edi Rama tani ka mundësinë që ti thotë duhet biesh mbi shpat, sepse po nuk re mbi shpat, do të ikim të gjithë, dhe të gjithë nuk ikin dot. Dhe keni për ta parë që edhe opozita do të bëj pjesën e saj për ta mundësuar këtë. Opozita është duke i rënë Belinda Ballukut. Nuk kemi thirrje të opozitës për protestë popullore që të hiqet Edi Rama, sepse po iku Edi Rama, jeni të sigurt që pastaj bie alibia e arrestimit të shefit opozitës, i cili me paturpsi tha unë nuk e kam marrë atë letrën që më ka ardhur nga Spaku. Pra këto janë të gjitha manovra të brenda përbrendshme. Shqiptarët nuk duhet bien pre e kësaj loje të fliqur. Para pak minutash Spaku ka nxjerrë njoftimin zyrtar ku tregon se si është marrë edhe vendimi i gjykatës së posaçme kundrejt Belinda Ballukut dhe konstatimin e veprimeve të kundërligjshme që kjo e fundit ka kryer sa i përket barazisë në tendera. Ndërkohë, shumë kush ka menduar se Edi Rama nuk ka firmosur sa i përket rastit të tunelit të Llogaras, por në një postim që kishte kryer në Facebook, avokat Genc Gjokutaj kishte nxjerrë një vendim sa i përket Këshillit të Territorit, ku ishte edhe firma e Edi Ramës, dhe për këtë mund të lexoj një pjesë të tij ku theksohet që miratimin me kusht të lejes së ndërtimit për objektin e ndërtimit të tunelit të Llogaras me vendodhje në Bashkinë Vlorë dhe Bashkinë Himar me zhvillues Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë. Dhe siç mund shihet është edhe rasti i firmës së Edi Ramës. Pra, pyetja juaj për këtë, që mund ta kanë pyetje? Se mund duket normale, sigurisht që është me firmën e Edi Ramës. Ku kalon gjë pa firmën e Edi Ramës në qeveri? Kush e mendon atë? Domethënë, premisa e në këtë rast po vetes avokat është që ne duhet habitemi që kalon një vendim qeverie dhe vendoset firma e kryeministrit. Po sigurisht që nuk kalon një miz në mbledhje qeverie. Jo, patjetër, po vendimet, vendimet e Këshillit të Ministrave janë firmosur me porosi dhe në mungesë të kryeministrit Edi Rama dhe shumica prej tyre janë firmosur nga Belinda Balluku. Në këtë rast është vendimi i Këshillit të Lartë të Territorit, i cili ka të bëjë me tunelin e Llogaras dhe ku gjendet firma e Edi Ramës. Pra deri më sot nuk se ka pasur vetëm fjalë sa i përket aspektit se Edi Rama mund të jetë i përfshirë, por rezulton edhe firma e tij. Po të hapen letrat, firma e Edi Ramës nuk është vetëm atje. Po të hapen letrat tamam, firma e Edi Ramës del shumë gjëra. Del për shumë oligark, të cilët nuk i përmend dot zoti Gjokutaj, sepse ata e paguajnë që të mbroj pjesën tjetër. Le të flasim hapur shqiptarëve. Po u hapën letrat, nuk ka burr nënë, se duhet t'ja kthej kryeministrit me të njëjtën fjalë. Ai e thot me fjalë më të ndyra, po unë nuk jam ai niveli i tij. Nuk ka burr nënë që të bind kërkënd që gjërat janë bërë pa firmën e tij. Diku në një vend është firma e tij. Ai mund të ketë bërë finokun në tenderat saktuar, por Shqipëria është një lum i madh ose një liçen i madh, kënet e madhe e tenderave të bërë me dorë, e pislëkut politik. Çdo tender që bëhet në Shqipëri është i kontrolluar politikisht, le ta themi këtë haptas, sepse nuk ka nevojë që njerëzit të marrin fjalën time, le të mos më besojnë mua fare. Le të shkojnë të shohin si ishin këta kur ishin në opozitë, sa para kishin, sa prona kishin kunetrit e tyre, baxhanakët e tyre, sa ju dalin pronat gjyshërve të grave të tyre dhe ti vendosin në peshore me çfarë kanë sot. Pastaj po t'ju hyj dhe në një strukturë tjetër e specializuar dhe të nxjerrë çka kanë kaluar dorë më dorë dhe çka kanë shitur etj. Këtu dalin me miliarda dollar të vjedhura, është një shifër që e nxjerr kontrolli i lartë i shtetit, gati 1,3 miliard vidhet nga buxheti i shtetit çdo vit. Pse duhet habitemi ne që ka vënë firmën e Edi Rama? Po sigurisht që ka vënë firmën e Edi Rama. Po pse çfarë prisni ju? Siç për vendimet e qeverisë kaluare vente firmën Sali Berisha, le të thotë sa doj. Siç për urdhrin për 21 janarin mund ta jep askush tjetër përveç se Sali Berishës. Nuk ka në një shtet si Shqipëria, kryeministri është numri, pavarësisht se në letra është numri 2 i shtetit, presidenti është numri 1 nga protokolli, por në terma të fuqisë reale
është numri 1, është njeriu i cili i bindet gjithkush, është njeriu që ka në dorë çdo lloj leve për të manovruar pushtetin dhe blen dhe shet këdo. Çdo kryeminist shqiptar ka shitur dhe ka bler, deputet, të zgjedhur vendor. Ministrat as që bëhet fjalë janë të gjithë shërbëtor, janë gjithë kone, sepse sot janë bërë gjithë pasanik. Sot janë pjesa më e madhe ose në për poste të fshehur, diku ku marrin një rrogë të mirë në për borde e tjerë dhe kanë bizneset e tyre, ose janë në për parlament, ose janë bërë biznesmen të mëdhej. Pra këta dolën se ishin njerëzit më të zotë për gjithçka në Shqipëri. Më të zotë për politik, më të zotë për biznes, më të zotë për gjithçka. Dhe kunetrit dhe baxhanakët e tyre dhe gjyshit dhe gjyshet e bashkëshortëve dhe bashkëshortëve të tyre, po doja të isha më i keq do thoja edhe të dashurave të tyre, dolën të gjithë pasanik me tapira. Kështu që le të mos tallemi edhe një herë, është normale që gjendet firma e Edi Ramës. Nuk ka asnjë mundësi që po t'i hyet thellë çështjeve, mos dali që përgjegjësia, jo vetëm politike, por ligjore i takon kryeministrit vendit zotit Edi Rama. Nuk është i vetmi. Si mendoni, a ka nisur përplasja mes radhëve të Partisë Socialiste sa i përket sidomos pas kësaj çështje të Belinda Ballukut dhe kush është gëzuar në radhët e Partisë Socialiste, teksa kemi parë sot dhe Elisa Spiropalin mjaft të qeshur krah komisioneres për zgjerimin Marta Kos? Unë nuk do ta gjykoja thjesht se kush duket i qeshur ose jo i qeshur. Sonja Spiropali duhet të ketë ca halle të tjera të veta se edhe ajo ka qenë kryetare e kuvendit dhe ka pasur ca këshilltar si pak si të dyshimt. Por pa e hyrë çështjeve të ish kryetares kuvendit, sot ministre e jashtme. Duhet të thënë që lufta në Partinë Socialiste ka kohë që është haptas. Ka pasur fillimisht një luftë midis brezit të ri, sektit, siç e quante Ilir Meta dikur, që solli Edi Rama, që ishte sekti që vinte nga shoqëritë e Sorosit, G99 e të tjerë, për të eliminuar dorën e vjetër, dhe Edi Rama me shumë finokëri, herë duke i bler dhe herë duke eliminuar, eliminoi dorën e vjetër të Partisë Socialiste. Dhe bëri këtë punë në aleancë të plot me një figurë e cila në dukje ishte shumë me pesh brenda Partisë Socialiste, zotin Ruçi. Me anë të zotit Ruçi eliminoi çdo kënd tjetër dhe eliminoi çdo lloj mundësie që dikush të thotë ky po na eliminon edhe po sjell të vetët. Momentin që u ndjej fort, eliminoi edhe zotin Ruçi, eliminoi edhe çdo kënd tjetër që mund t'i dilte përballë, bleu zotin Blushi, bleu Erion Braçen që e bëri zëvendës kryeministër për ca kohë, dhe tani që ju a kontrollon të gjithëve sepse ju ka dhënë diçka, tani ndihet i plot fuqishëm. Pra çdo kush që hyn Partinë Socialiste nuk ka më asnjë lloj lidhje as me idealin e asaj partisë së merhumit, që të paktën ishte si ishte, po ata ishin njerëz që vepronin me ideal, gabuar në gjykimin tim, po ishte ideali i tyre, dhe kësaj pjesës së re që ai solli. Pra, Edi Rama është në kontroll të klaneve, shpesh herë i ngjall vet këto konflikte. Siç e thash më parë, kishte problem shumë të madh me klanin e vjetër. Fatmir Xhafës nuk ja doli dot, po arriti që ta bëj bashkëpunëtor. Nuk ja doli dot se u tregua shumë finok edhe Fatmir Xhafa, duke u bërë aleancë me Erion Velin. Pastaj mori Fatmir Xhafën krahun e vet dhe eliminoi Erion Velin. Tani ka nxjerr në Mejdan zonjën Balluku. Klanet e brendshme kanë qenë, do të funksionojnë, por ka një fajtor, ka një njeri që është në krye të kësaj strukture dhe ai është Edi Rama. Siç është e njëjta gjë për opozitën, ka një fajtor për mungesën e opozitës dhe ai është Sali Berisha. Ilir Meta në një shkallë më të vogël sepse është lojtar më i vogël se sa Sali Berisha. Si mendoni, duke parë të gjithë këta eksponentë që kanë rënë njëri pas tjetrit, duke nisur nga Sajmir Tahiri, e së fundmi Erion Veliaj dhe Belinda Balluku, si mendoni kush mund ta ketë radhën sa i përket goditjes nga spaku të njerëzve të Edi Ramës, apo ka mbetur vetëm Edi Rama tashmë? Nuk është asnjëherë, nuk ngelet kurrë fusha bosh në Shqipëri, sepse në Shqipëri ka shumë hajna në struktura qeveritare sa gjithmonë ka vend për të gjetur të rinj. Unë do thoja që nëse do doni të gjeni abuzime të tmerrshme, duhen parë gjithë drejtorët e keshit, që janë sot gjithë milionerë.